Përshëndetje dhe shërmiq. Sot do të flasim në lidhje me hënën e re në Akrep në datën 20 nëntor, e cila do të ketë energjinë e saj më potente në orët e para të mëngjesit. Do të ndalemi tek disa mesazhe që kam mundur të ndjej në lidhje me këtë hënë të re, gjithashtu në mesazhe specifike për secilën prej shenjave dhe në fund me disa rituale. Për gjithë ju që preferoni të punoni me ritualet. Sigurisht që do vendos kohën për secilën prej këtyre tematikave në koment ose më saktë në përshkrim të kësaj videoje, ashtu siç bëm në videon e hënës së plot. Nuk e di a ju ndihmoi apo jo kjo metodë, por mendova që do të ishte më lehtë për njerëzit të cilët nuk duan të dëgjojnë një video kaq të gjatë, por duan të shkojnë drejt në temë. Më lejoni të di në komente a ju ndihmoi apo jo. Nuk e di a keni ndjerë si fillim me energjinë e muajit nëntor, që në fakt është një energji shumë e bukur, do thoja, më pëlqen vërtet shumë. Është një energji që ndoshta mund t'ju ketë ndihmuar të organizoni më mirë jetën tuaj, tasket tuaja, rutinën tuaj. Ju ka dhënë një lloj qartësie, sado moti nuk e tregon aq. Por që e keni parasysh që dielli shkëlqen më shumë pas shiut? Kjo është ajo analogjia që mund të shpjegoj. Pra, çdo situatë ka edhe të mirën nga brapa, çdo e keqe ka edhe të mirën. Dhe fokusoni te kjo e mira. Dhe në fakt, të shijoni këtë moment shiu, sepse e dini që dielli më pas do të jetë shumë herë më i shëndritshëm se kurdoherë, ajri do të jetë shumë herë më i pastër, dhe ju do të mund të shihni më qartë për çdo gjë, çdo qartësi që ju doni në jetën tuaj. Dhe ndoshta ky është një mesazh që mund të lidhet edhe me këtë hënë të re, përderisa unë ndjeva e udhëzuar të flas në lidhje me energjinë e muajit nëntor, që në fakt është vërtet e magjishme, shumë e bukur. Do thoya deri më tani, në këtë vit, mund ta konsideroja si një ndër muajt më të mirë, deri më tani, por ndjej që energjia do të vazhdojë të jetë edhe më mirë, kështu që dhjetori madhëmendja do të jetë edhe më mirë. Kjo është ajo që po ndjej. Por në lidhje me këtë hënë të re një herë, duke qenë se është në shenjën e Akrepit, ajo që kam mundur të ndjej është që kjo hënë e re het dritë mbi aspektin e emocioneve. Dhe nëse ju keni vështirësi në menaxhimin e emocioneve, kjo gjëja do amplifikohet. Ama nëse ju tregoni devotshmërinë tuaj apo përkushtimin tuaj ndaj zgjidhjes së këtyre emocioneve dhe të qëndroni, të uleni me emocionin, të flisni me to, kjo do të jetë shumë e thjeshtë për ju, kjo fazë, kjo situatë. Sepse ajo që unë pash ishte në fakt një varg e cila po lundronte në ujë. Por më treguan dy lloje të ndryshme skenarësh, ashtu siç ne folëm dhe për shiun me diellin. Pra që njëri ishte në furtunë dhe deti ishte i trazuar apo oqeani i trazuar dhe kishte dallg pafund dhe ne i lidhim oqeanin sigurisht me pishinën e madhe të emocioneve për të gjithë universin, do thoya, sepse oqeani është lidhet më tepër me energjinë universale, por edhe deti, sigurisht, dhe po të fokusohemi këtu, nëse oqeani është i trazuar, mund të përkthehet si në një kuptim metaforik që emocionet tona janë të trazuara. Dhe nuk e lejojnë varkën ton, pra trupin ton, apo ne që të lëvizim në mënyrë të qetë në jetë, që është rrugëtimi jon, jeta jon. Dhe simbolizohet veç bukur me oqeanin, sepse ju mund të shkoni në të gjitha llojet e mundshme të drejtimeve. Sado që ne këtu mendojmë që jemi shumë të kufizuar, nuk ka kufizime. Ju mund të zgjidhni cilin do drejtim, siç është oqeani i madh dhe pa kufizime, bariera. Ama çdo drejtim ju çon diku tjetër, pra në një rrugë tjetër. Sado që në moment mund të duket diçka shumë e vogël e gjitha dhe mund të duket diçka një zgjedhje e vogël, dikton vërtet drejtimin tuaj. Dhe kjo nuk është për të friksuar në fakt, sepse shpeshherë në fillimet e mia tentoja të friksohesha nga kjo gjë, sepse çdo gjë që themi, mendojmë, bëjmë, dikton kush do jemi dhe ku do jemi. Kjo në fakt është për të teksuar që ne e kemi në dorë të caktojmë se ku do jemi. Pra në moment më duket e frikshme, sepse mendoni po gjithë mendimet e mia, ku do më çojnë tani? Varet çfarë mendimesh kanë qenë. Ama nëse ne kuptojmë këtë fuqi, ne mund të zgjidhim mendime të ndryshme. Ne kuptojmë që ne e kemi në dorë, dhe nuk është se po i dikton dikush tjetër këto mendime. Ne e kemi në dorë të zgjedhim rrugtimin ton, të zgjedhim destinacionin ton, të zgjedhim si do të jetë rruga, dhe madje ne kemi në dorë të zgjedhim a është rruga me dallg
Pra është oqeani ynë me dallg, apo është një oqean me kohë të bukur me diell dhe çdo gjë shkon më së miri. Tani ajo që po më tregohet është në fakt që në këtë oqean mund të vinë edhe qenie të ndryshme, për shembull, që mund të jenë, në këtë rast po i simbolizojmë si qenie me tendenca jo dhe aq pozitive, si për shembull një peshkaqen, një qenie që dëshiron të rrëzojë varkun tuaj, por ajo që po më tregohet është në fakt këta janë të gjithë njerëzit që ndoshta nuk duan t'ju shohin mirë. Dhe kjo është një temë e përgjithshme dhe së fundmi të gjitha këto po dalin në sipërfaqe, sepse po e shoh dhe me shumë njerëz të afërt, po e shoh dhe me shumë njerëz që me të cilët po punoj, që po hasen shpeshherë me iluminime të ndryshme, pra me qartësi në lidhje me faktin që kush i do të mirë dhe kush jo. Dhe kush meriton që të qëndrojë pranë jush dhe kush jo. Dhe jo meriton në një kuptim që unë jam i miri dhe nuk ke pse ri me mua sepse diçka e tillë pra egoistike. Në faktin që, sepse nuk dia se si ta thoja ndryshe, por që ju, nëse ofroni më të mirën për jush, duhet të merrni më të mirën, ndoshta për të tjerëve, apo thjesht të merrni aq sa ofroni të paktën në këmbim. Dhe nëse të tjerët nuk e bëjnë këtë, me këtë isha duke në kuptuar që këta njerëz të cilët nuk duan t'ju ofrojnë aq sa ju ofroni, por duan të marrin, ju pëlqen ajo që ju jepni, ndoshta nuk janë dhe aq të mirë për ju dhe janë toksik për fushën tuaj energjetike, janë toksik për ju në jetën tuaj dhe janë njerëz që mund t'ju çojnë edhe në lodhje, në momente që jeni pa energji dhe ju se kuptoni. Pra kemi folur edhe për vampirët e energjisë në një video nga fillimi. Kemi folur se si mund të vendosin kufi të shëndetshëm në një mënyrë të këndshme dhe pa i ofenduar, por kjo është për më të mirën e të gjithëve më saktë, sepse ata nuk kanë pse të varen për jush për energji, dhe ju nuk keni pse t'ju ofroni free energjinë tuaj, sepse nëse ju nuk keni për veten tuaj, çfarë mund të ofroni më pas? Nuk do të keni as për veten. Dhe mos mendoni që këta individ do të vinë dhe t'ju ofrojnë. Ndoshta është dhe e kundërta, ata do të lumturojnë që ju jeni aty. Por jo kjo për t'u bërë tani negativ, kjo është thjesht për të mbrojtur paksa, sepse donjëherë ne duhet vendosim ca kufi për të treguar që deri këtu shkon kufiri ynë dhe për të qenë të zotë të vete, si thua, ta zotërojmë anijen tonë. Dhe jo të lejojmë çfarë do lloj gjëje që të qëndrojë aty. Këto ndoshta ishin mesazhe për dikë, nuk isha planifikuar që ti flisja, kështu që mendoj që janë vërtet e rëndësishme për dikë aty. Dhe duke qenë se kjo na lidhet me një shenjë që ndërlidhet shumë bukur me elementin e ujit, pra me emocionet, jeni të rritur që të punoni pakës me emocionet tuaja nëse ndjeni që ka nevojë për punë aty. Gjithmonë do keni ndoshta nevojë për punë, gjithmonë, ama herë më shumë, herë më pak. Gjithsesi, në momentin që ne e themi dhe e flasim që hedh drin mbi aspektin e emocioneve, do të thotë që energjitë ju ndihmojnë, prandaj s'ka asgjë për të friksuar. Sepse nëse ju e bëni tani, do të jeni më produktiv. Pra nisem me mesazhin që nëntori është muaji produktiviteti. Por, nëse ju e bëni në një moment të dytë, sepse u lidha edhe me këtë energjinë që ju ose disa prej jush, jo të gjithë, mund të tentoni që shumë punë t'i lini për nesër. Dhe mund të tentoni që për shembull e dini që keni diçka për të bërë, por e lini për nesër. Nga ana tjetër, tani që po mendoj, ndonjëherë nuk kemi pse t'i ushtrojmë vetes kaq shumë trysni dhe presion që përse për shembull këto taske që unë kisha vënë, duhet i përfundoja gjitha sot, sepse kjo tregon që krijoni ndjesi shumë të keqe për veten, krijoni ndjesi sikur ju jeni të paaft, sikur nuk i bëni dot punët, sikur nuk i mbyllët të gjitha, për disa, po them. Nëse ju nuk i plotësoni do të gjitha. Dhe ndonjëherë është okay që të mbyllni për shembull të keni 5 taske, po 3 janë më të rëndësishmet. Dhe nëse ju bëni këto të treja, të jeni shumë të lumtur për këtë ditë, sepse ishin vërtet më të rëndësishmet për këtë ditë. Dhe jo të jeni të mërzitur që unë i bëra këto, po lash 2 pa bër. Mos u fokusoni tek këto 2 që nuk keni bër. Mund t'i bëni nesër. Sepse ndoshta këto ishin më të rëndësishme, këto të treja. Por ideja është që në momentin që ju e bëni, pra kjo është një gjë e shëndetshme. Por në momentin që ju keni një gjë të rëndësishme dhe mund të bëni diçka të parëndësishme, dhe këtë të rëndësishme thoni s'ka problem se e lë për nesër, për pas nesër, sepse ju duket punë shumë e madhe, ndoshta kjo mund të shkojë zvar për shumë kohë dhe
pastaj t'ju bëj një punë shumë herë më e madhe. Nuk do doja që ju të kishte këtë lloj ngarkese, sepse po më vjen ndërmend një shembull një të afërmit tim që la disa punë pa bërë sepse ai mendonte si gjëra të parëndësishme, ndërkohë që ajo ishte shumë e rëndësishme për të bërë. Dhe në momentin që i duhej të ndryshonte për shembull vendin e punës, ishte ato ju mblodhën kup dhe i duhet i bënte për një kohë shumë të shkurtër. Pra ju në momentin që keni neglizhuar të gjitha këto taske që janë të rëndësishme, janë për shembull diçka e rëndësishme për punën e zëm, në momentin që ju i neglizhoni, do të vijë një moment që do t'ju mbledhen kup të gjitha. Dhe nuk është gjë e mirë, sepse pastaj mund të keni jo 3 gjëra të rëndësishme, po mund të keni 10 gjëra të rëndësishme. Dhe hajde zgjidheni se kë do bëni të parën. Kështu që e mira është të bëni gjëra të rëndësishme për ditën, por mos të shqetësoheni për faktin që la 2 gjëra pa bërë për shembull. Dhe kjo është shumë bukur na lidh me faktin e së pari të dëgjoni intuitën tuaj, që lidhet me faktin e drejtimeve që mund të zgjidhni secilin do drejtim, por intuita ju drejton në drejtimin e duhur. Dhe nëse ju dëgjoni intuitën asnjëherë nuk do drejtoheni në një drejtim të gabuar. Dhe nga ana tjetër na lidh shumë bukur me faktin e vizionit që unë pash ishte ylli i Davidit quhet, që janë 2-3 këndça, njëri me kokë lart dhe njëri me kokë poshtë. Dhe formojnë një yll, por në fakt kjo ka një mesazh shumë herë më të thellë, sepse trekëndçi me kokë lart është energjia maskullore dhe trekëndçi me kokë poshtë si mund ta bëj? Është energjia femërore. Dhe kjo na thret ne që të bëjmë një ndërthurje shumë të bukur të këtyre 2 energjive. Në fakt kjo ka qenë një temë për muajt, për këta muaj nga shtatori e pas, mendoj që të kemi një balancë në energjinë tonë femërore dhe maskullore. Dhe mund të ketë qenë kjo dritare për shembull e këtyre muajve, sepse për njerëz të ndryshëm mund të zgjohet kjo gjë në momente të ndryshme, apo mund të jetë si një thërritje për ju në momente të ndryshme. Ne jemi njësoj, kemi rutime të ndryshme, kështu që është një mesazh që po qarkullon në këto energji për individ të ndryshëm. Dhe nëse ju nuk e dini se për çfarë po flas, ne kemi bërë një video në lidhje me energjinë maskullore, energjinë femërore, si ti kthejmë në të shëndetshme dhe si ti bëjmë që të kooperojmë me njëra tjetrën. Sepse ne i mbartim të dyja këto energji. Pavarësisht gjinisë son fizike, pra jemi femër apo mashkull, ne i kemi të dyja llojet e energjive. Dhe në momentin që ne jemi në balancë, ne mund të bëjmë, ne kemi gjithçka në dorë vet, ne mund të bëjmë gjithçka vet. Nuk kemi pse të varemi nga dikush, duhet kemi patjetër një partner që të na suportojë në lidhje me diçka. Sigurisht është një gjë shumë e bukur të kesh një partner që t'ju lejojë ju ta lejoni partnerin të jetë më shumë në atë energjinë maskullore, sepse e di që ndoshta meshkujve ju pëlqen kjo gjë, por ai t'ju lejojë ju të jeni në këtë energjinë femërore, që edhe ju të jeni në atë energjinë tuaj të butë, tamam të merrni, të jeni të hapura të merrni këtë lloj dashurie. Dhe kjo më lidh me një mesazh shumë të bukur që disa për jush mund të kenë probleme në lidhje me të marrurit të ndihmës. Pra nëse ju e keni problem të pyesni për diçka, të kërkoni ndihmë, kjo mund të jetë edhe për meshkujt, pra që keni probleme në lidhje me pjesën e energjisë suaj femërore, që të kërkoni për ndihmë apo të jeni të hapur ndaj ndihmës, sepse mendoni që mund ta bëni vetë. Jeni në këtë energjinë maskullore ndoshta duke kaluar pakës tek e pashëndetshmja, por jo shumë. Nga ana tjetër, për femrat të cilat preferojnë që t'i bëjnë gjërat vetë dhe nuk duan që të marrin ndihmë. Sepse ne pra i kemi të dyja llojet e energjive dhe kjo mund të jetë diçka që duhet të punohet në këtë lloj faze, pra që të punoni me veten tuaj, të ndjeni mirë, të merrni dhurata, të merrni ndihmë, të merrni komplimente, të lejoni veten që edhe pse mund ta bëni një punë, ta lejoni këtë personin tjetër, partnerin tuaj ta bëjë, që dhe ai të ndihet i dobishëm, që dhe ai të ndihet që po ju ndihmon. Dhe jo të mendoni që unë i bëj gjitha vet. Po, shumë bukur, ju i bëni gjitha vet. Ju jeni të fuqishme, ju mund t'i bëni. Kjo është për femrat tani. Por lejoni partnerin tuaj të ndihmojë. Por edhe në aspektin e meshkujve, lejoni partnerin tuaj të ofrojë këtë mbështetje emocionale dhe mos qëndroni në këtë strofkullën tuaj të mendoni që të ndjesh emocionet është gabim, është faj, është dobësi për meshkujt. Edhe meshkujt kanë të drejtë të ndjejnë emocione, sepse dhe ata ndjejnë emocione, kanë emocione, janë njerëz, kanë të dyja energjitë dhe sigurisht që mund të jenë dhe në energjinë e tyre femërore ndonjëherë. Nuk ka asgjë të gabuar dhe nuk është turp. Madje, kjo e bën femrën shumë herë më të lumtur që të jetë aty, t'i ofrojë suport emocional,
t'i ofroj ndihmë, mbështetje emocionale, t'i ofroj këtë ushqyerjen e butë që ka kjo energji femërore. Dhe në këtë moment ndërthuret ose ndërtohet një marrëdhënie shumë e bukur, besimi, marrëdhënie shumë e bukur besnike, marrëdhënie shumë e bukur e sinqertë dhe ndershme dhe që ju i besoni njëri tjetrit. Pa kushte, dashuri pa kushte dhe që i besoni njëri tjetrit. Dhe që jeni aty në momentet e vështira dhe të lumtura për njëri tjetrin. Dhe kur njëri ka mungesë momentale për diçka, tjetri e përmbush. Dhe ndërkohë që tjetri ka një mungesë momentale për diçka, tjetri është aty. Kështu që kjo ndërthuret shumë bukur dhe formon këtë, po më vjen vazhdimisht kjo e heliksit, pra formon një ndërthurje shumë të bukur me njëra tjetrën që ka gjithmonë, për shembull, 100% dashuri. Nëse njëri është 40, tjetri jep pakës më shumë. Ama radhën tjetër jep për shembull partneri tjetër pakës më shumë. Dhe gjithmonë qëndron 50%. Nuk është e thënë që tjetë patjetër njësoj gjithnjë, ama kjo është një marrëdhënie që jep edhe merr. Por ndjej shumë të arsyeshme që të keni kujdes se kujt i besoni në kaq nivele të thella. Por qoftë edhe në partneritete, qoftë edhe në biznes, keni kujdes se kujt i besoni lidhje me të ardhurat. Jam duke ndjer tani që dikush mund t'ju kërkojë të ardhura, por duhet keni kujdes edhe nëse ai ka vërtet nevojë, edhe nëse ai është njeriu juaj i afërt apo është në nevojë vërtet, jepni aq sa mund të jepni dhe mendoni gjithmonë, unë e kam parim këtë, gjithçka që jap e mendoj sikur ndoshta nuk e marr me kurrë mbrapsht. Dhe nuk e kam mendjen që duhet ta marr tani ose ky personi duhet më jap mua këtë. Nuk e mendoj këtë sepse jam e qetë me veten time në fundja, që e di që kam dhënë aq sa kam mundur, pa cënuar veten time, pa cënuar energjinë time, pa cënuar për shembull bekimet e mia, sepse mund t'i përmbush nevojat e mia. Kjo që unë po jap është diçka që po e bëj për ty. Ma kthe, nuk ma kthe është diçka tjetër pastaj, por që aq sa unë po jap është diçka që unë po jap free për ty. Ama nëse unë shoh që ti më jep dhe formojmë një lidhje shumë të bukur së bashku, mund të ofroj edhe më shumë. Sigurisht, kështu ndërtohet besimi. Por në momentet e para, kur ju nuk jeni të sigurt dhe sigurisht kur intuita juaj ju tregon që ka diçka aty, sado që kjo thirrja për ndihmë është shumë e sinqertë, mos jepni më shumë se sa mundeni. Jepni aq sa mundeni. Ju po bëni një të mirë, po ndihmoni fundja, por aq sa mundeni dhe kjo nuk ka pse t'ju bëj të ndjeni në faj. Ju mund të ndjeni papritur një instinkt të bëni diçka, një instinkt të ndryshoni një gjë në rutinën tuaj, një instinkt të inkorporoni një rutinë të re apo të ndryshoni për shembull disa produkte specifike. Kjo tregon që ju jeni duke evoluar, ju jeni duke realiteti juaj është duke ndryshuar dhe teknika juaj e manifestimit, kjo është për ata që duan të manifestojnë dhe që përdorin teknika, është duke funksionuar. Pra nëse ju ndryshoni dhe pashni flutur tani më që transformimi juaj tani më po arrin maturitetin dhe ju do të mund të dini si kjo flutura e bukur. Pra jeni në këtë fazë tani më që është faza e fundit, kështu që mund të duroni edhe pakës për manifestimin tuaj. Mesazhi i fundit është që të jeni pakës më lozonjar, si të thuash Kjo lidhet me fëmijën tuaj të vogël dhe fëmijën tuaj të brendshëm, pra që të lidheni më tepër me fëmijën tuaj të brendshëm dhe me këtë energjinë e të qenurit më lozonjar, të luani më tepër, të luani me fëmijën nëse keni, të luani me nipër mbesa, të luani me fundja që të jeni fëmijë nuk do të thotë që thjesht të luani lojra të ndryshme. Mund të bëni diçka të bukur kreative, diçka që keni patur qejf kur keni qenë të vegjël. Mund të gatuani dhe kjo ju bën të ndjeni mirë, apo ju kujton fëmijërinë. Mund të bëni diçka kreative, të pikturoni, sado që mund të mendoni që nuk di të pikturoj dhe duket si humbje kohe, nuk është. Është diçka shumë e bukur. Dhe shtyeni veten në këtë moment që mendja juaj ju thotë jo, është humbje kohe, pse duhet të pikturoshi tani e me radhë. Dhe vazhdoni ta bëni sepse në fund do të filloni të qeshni si një fëmijë dhe do të filloni të shikoni pikturën tuaj dhe ndoshta do të mallëngjeni, ndoshta do t'ju kujtoj pikturat e fëmijërisë, ndoshta thjesht do të ndjeni të lumtur dhe të gëzuar sepse kjo është magjia e këtyre pikturave. Dhe që fëmijët e dinë shumë mirë që bëjnë çfarë bëjnë në jetën e tyre. Dhe shpeshherë i kam si idhuj të vegjël që sidomos fëmijën tim të vogël, besoj se e kam thënë më parë, dhe ju këshilloj ta bëni edhe ju, sepse atëherë ne nuk kemi patur kufizime, nuk kemi patur pengesa, ne mund të bënim gjithçka dhe
kështu ishte, askush nuk mund të na thoshte të kundërtën. Dhe koha e shpenzuar në fëmijëri është koha më e bukur, më e vyer, më e begat, më e përmbushur e të gjitha kohërave, sepse thjesht po shijojnë momentin. Dhe nuk e vrasin mendjen për të nesërmen, për të djeshmen, kanë apo s'kanë resurse, ata kanë gjithçka ju nevojitet, ata ndjekin pasionet e tyre dhe bëjnë art duke krijuar nga zemra dhe jo çfarë mendja thot. Por sigurisht duke ndërthurur me pjesën fizike, pjesën e veprimit, pra një ndërthurje shumë e bukur e energjisë femërore dhe mashkullore. Që ne duhet ndoshta të frymëzohemi pakës me kjo. Pa u përkohë tani, le të kalim tek secila prej shenjave, sepse ka mesazhe të interesante për secilin prej tyre, por shkurtimisht, sepse nuk është se kam djerë shumë. Pra një fjalë kryesore për secilën dhe pjesa tjetër po e lë për ju për të dëgjuar intuitën tuaj. Në lidhje me dashin. Me ju lidhet kjo mesazhi i fillimit, jo i fillimit më saktë, por mesazhi i të qenurit më të hapur ndaj ndihmës dhe ndaj oportuniteteve dhe ndaj dashurisë për shembull. Apo intimitetit në rastin e marrëdhënieve. Vërtet, ju mund të mendoni që jeni shëruar, ju mund të mendoni që jeni të fortë apo të forta edhe vetëm, ama në momentin që ju filloni dhe hapni zemrën tuaj, ajo që po shoh tani është për shembull e keni parasysh si fëmijët që përqafojnë maman e tyre apo kushdo një person i afërt për maman më tepër që ndihet ajo energjia, sepse ne kur lindim kemi një kordë energjetike me maman ton, secili prej nesh. Dhe prandaj nënat janë më tepër intuitive dhe telepatike ndaj fëmijëve dhe edhe si sado larg të jenë ato e ndjejnë kur ka diçka, një problem me ta, sepse është kjo korda energjetike që qëndron e lidhur mes nënës dhe fëmijës. Dhe prandaj është një lidhje kaq e fuqishme, dhe në momentin që ju vendosni kokën për shembull te krahërori i saj apo te kushdo që ju bën të ndjeni të komfortuar, mund të jetë partnerja juaj, mund të jetë partneri juaj. Ju filloni dhe bëheni si një fëmijë i vogël dhe filloni ndoshta emocionoheni dhe mund të qani që është mëse normale dhe ky është një çlirim energjetik, që do të thotë sado punë të bëni, ky është vërtet çërimi i plot. Në momentin që ju e lijoni veten të bëheni si ky fëmijë. Pse fëmijët janë të lumtur vazhdimisht? Çfarë do t'ju ndodh? Sepse ndodh diçka traumatike për shembull apo diçka që s'u pëlqen, diçka që i mërzit, qajnë dhe çlirojnë menjëherë, hidhen përpjet, nuk e di, mund të bëjnë gjëra nga më të çuditshme, por e çlirojnë në moment këtë lloj energjie. Dhe më pas janë të lumtur, qeshin përsëri dhe ajo gjë ka kaluar. Ndoshta nuk e harrojnë momentin, por për ta është e falur, është e kaluar, është thjesht një eksperiencë dhe tani më janë të rinj përsëri. Ndërkohë që të rriturit duke menduar që jo, është dobësi ta bësh këtë, është dobësi të qash, është dobësi të ndjesh emocionet apo nuk dua ti ndjej, nuk dua ti konfortoj, dua ti jem në këtë gjendje, duket sikur i fusin në një çantë të gjitha këto emocione, në një çantë shpine, dhe nuk e dinë që janë aty, mendojnë që duke mos i parë nuk janë aty. Por kjo mund të bëhet edhe më keq sepse të gjitha këto emocione ngelen të shtrënguara dhe mund të japin manifestime nga më të ndryshmet dhe mund t'ju shkaktojnë probleme shëndetësore dhe ndoshta në një moment kur ju të hapni çantën do dalin të gjitha, jo vetëm një. Është ajo puna e taskeve, do të keni 10 taske të rëndësishme, 10 emocione të vështira për t'u marrë, sepse nuk i keni përjetuar në moment, nuk i keni të çliruar dhe dekoduar dhe tretur në moment. Por i keni lejuar të rinë në çantën tuaj për një moment të dytë, dhe kjo lidhet edhe me mesazhin që ndoshta e bëj nesër, ndoshta pas nesër, dhe kjo mund të bëhet një gjë shumë e madhe më pas që jo se nuk bëhet, por është më e vështirë. Dhe kërkon më shumë prej jush, sigurisht. Ajo që po ndjej tani është që ndalova për të pirë pakës ujë dhe ndoshta kjo mund të jetë një mesazh që në këtë muaj ose në këtë dritare të ënës së re mund t'ju kërkohet që të pini pakës më shumë ujë, sepse edhe vetë është një hënë e re, një shenjë ujë, si thua, që ka të bëjë me elementin e ujit, edhe ritualet në fund lidhen me elementin e ujit, sigurisht, por edhe fakti që uji vërtet është detoksifikues, uji vërtet pastron trupin tuaj dhe ju ndihmon dhe me emocionet. Sepse, përderisa tham që uji është
i lidhur me emocionet, është një ritual që mund ta bëni në lidhje me karikimin e ujit, dhe ju të merrni këto kode dhe të pini ujë, që të mund të shëroheni emocionalisht për të gjithë ju që ndoshta kjo është për ata të cilët nuk i shohin ritualet dhe duhet përmendur tani që ju ta dëgjoni dhe është e rëndësishme. Gjithsesi do ta përmend tek pjesa e fundit e ritualeve. Në lidhje me Demin, me ju lidhet mesazhi i të keni kujdes se kujt i besoni në lidhje me marrëdhënie të ndryshme dhe në lidhje me faktin se kur mund të jeni në intimitet, pra jo vetëm në aspektin e marrëdhënieve, por intimitet në aspektin që kujt mund t'i tregoni sekretet tuaja, kujt mund t'i tregoni disa gjëra që për juve kanë vlerë, sepse është shumë e rëndësishme kjo. Ndonjëherë ne tentojmë që t'i besojmë njerëzve të gabuar dhe kjo na çon në lëndim, në dhimbje, në zhgënjim, në shumë emocione që më pas ne duhet t'i punojmë, që më pas ne duhet të bëjmë të shërohemi dhe përpara se të vazhdojmë në rrugtimin ton, pse ti shkaktojmë kaq shumë vështirësi vetes, që në fakt është një eksperiencë e bukur sepse ne mësojmë. Por nëse ne që në momentin e parë dim se kujt i besojmë dhe kujt jo, nuk kemi pse të shkojmë në këtë lloj rruge, që të harxojmë kaq vite të jetës, që të mësojmë të mësim dhe të përjetojmë të dhimbje, nëse e kemi bërë një herë, po flas. Pra nëse ne e kemi bërë një herë, ju mund të ndjeni këtë ndjesinë që tani nuk i besoni dot më askujt. Por në fakt ka aty njerëz që ju mund t'i besoni. Mjafton thjesht që të përdorni këtë intuitën tuaj, të zërin e brendshëm dhe vigjilencën tuaj që të dini kujt t'i besoni. Sepse janë dy spektra më pas, t'i besoni të gjithëve dhe të mos t'i besoni askujt. Dhe asnjëra nuk është e mirë. Ne duhet t'i besojmë njerëzve të duhur. Në lidhje me binjakët, për ju ajo që ndjeva së tepërmi është që të punoni me ciklet. Pra, ju mund të keni vështirësi për shembull në lidhje me ose punoni shumë mirë me ciklet, mund të jeni të dyja grupet. Por për ju që keni vështirësi, ndoshta keni vështirësi të dini për shembull kur të pushoni dhe kur të veproni. Dhe kjo ju çon për shembull të bëni ndonjë zgjidhje të gabuara, që të veproni në momentin e gabuar dhe të pushoni në momentin e gabuar. Është si kjo që tha me tasket që mund të bëni për shembull gjërat e panevojshme dhe të shpenzoni kohën duke bërë këto gjëra që ndoshta mund të bëheshin më vonë ose mund të mos bëheshin fare, dhe s'ka problem. Dhe këto gjëra të rëndësishme ju i lini pas dore. Që mund të jenë shëndeti, që mund të jenë një dietë e shëndetshme, që mund të jenë për shembull kohë me familjen dhe ju shpenzoni gjithë kohën duke punuar, e të tjerë, ju mund ta përshtasni sipas jetës suaj dhe rastit tuaj specifik. Në lidhje me gaforen, për ju lidhet kjo energjia që të lidheni me fëmijën e vogël dhe të bëni pakës më shumë kreativ dhe të filloni që ta lejoni veten, sikur edhe të bëni një zhgarabim në një letër. Nuk ka problem. Ky është një fillim i mbar. Është një fillim i mbar sepse tregon që ju bën diçka që kishit vështirësi ta bënit dhe do ndjeni të motivuar tani më. Ky është thjesht, e keni parasysh të thyeni akullin kur i thonë që tani më të lejoni kreativitetin që të çlirohet. Por duhet bërë kjo gjëja që ju të çlironit veten nga këto shtëngime që i kishit vendosur. Dhe kjo mund të ndodhë në çdo moshë. Nuk ka moshë për kreativitetin, nuk ka moshë për të qenë i lumtur, nuk ka moshë për të qenë i shëndetshëm. Mjafton që ju të jeni ta zgjidhni në radhë të parë, të zgjidhni të shkoni në këtë drejtim dhe të zgjidhni që të shëroni shpirtin tuaj në këtë mënyrë dhe të jeni të lumtur. Lumturia është një zgjedhje fundja. Luani, për juve mund të lidhet ky aspekti i familjes dhe mund të ketë emocione që dalin në sipërfaqe dhe për shembull mund të ketë emocione dhe situata të pazgjedhura brenda familjes dhe situatave familjare që ndoshta kërkojnë vëmendjen tuaj. Mund të jeni nën me fëmijë dhe duhet që të qetësoni veten të parën përpara se të qetësoni fëmijët. Mund të jeni baba dhe gjithashtu duhet të jeni i maturuar emocionalisht për vete përpara se ju të mund të edukoni fëmijët tuaj. Apo thjesht përpara se të filloni një marrëdhënie specifike romantike, ju duhet që të jeni në rregull me emocionet tuaja përpara se të filloni dhe të për shembull bashkëjetoni me dikë tjetër apo të filloni një marrëdhënie me dikë tjetër. Në lidhje me virgjëreshën, për ju lidhet shumë aspekti i komunikimit dhe ju nuk e dini se sa të fuqishme janë fjalët tuaja. Jo vetëm shëruese, jo vetëm aktivizuese, ndoshta ndonjëherë janë lënduese.
Dhe prandaj, ju duhet jeni pakës më vigjilent në lidhje me aspektin se si flisni me njerëz të caktuar, sepse vërteta mund të thuhet, dhe është e mira të thuhet, por jo të gjithë mund ta tresin. Dhe jo të gjithë mund ta kuptojnë apo në një mënyrë siç ju e thoni, pra mendojni sikur mund të jenë fëmijë dhe nuk e tresin dot një ushqim të rënd. Kështu mund ta mendoni, ndoshta janë fëmijë në aspektin energjetik këta njerëz, ato që mund të jenë të rritur. Dhe në momentin që ju jepni diçka të rënd për të tretur një të vërtet të rënd, një emocion apo informacion të rënd për të tretur, ndoshta nuk e bëjnë dot. Ndoshta mund të shkaktojë probleme, ndoshta thjesht nuk preferojnë ta marrin si gjë. Dhe ju mund të ndjeni të konfuzuar, por ju thjesht duhet ta kuptoni këtë gjë, dhe ndoshta pa u futur kaq thellë, thjesht të kuptoni që ka momente të caktuara kur mund t'i thoni disa gjëra dhe kur jo, dhe të dini se kjo mund të përdoret edhe për ju, që fjalët tuaja kanë fuqinë të krijojnë realitetin tuaj, të krijojnë një ju të re, si të thuash, një personalitetin tuaj të ri, nëse ju flisni fjalë të mira drejt jush. Dhe për ju mund të lidhet edhe ky rituali që tham lidhje me ujin, që mund t'i flisni ujit, ushqimit, dhe të merrni këto kode shëruese, sepse uji, ushqimi i absorbojnë këto, dhe përveç elementeve që ushqejnë trupin tuaj, këto kode ushqejnë aurën tuaj apo shpirtin tuaj energjetikisht. Në lidhje me peshoren, për ju ndjej shumë që mund të keni një stabilitet financiar, apo ndoshta financat tuaja do stabilizohen, apo është një thritje që ju të shikoni se si mund të stabilizoni të ardhurat, se si mund të ndoshta nëse keni kohë të lirë, mos ta shpenzoni kohë, por të bëni një gjë kreative e cila mund t'ju sjellë të ardhura. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur se si mund ta kaloni kohën tuaj. Dhe nga ana tjetër për peshoren duhet të dini që të dini vlerën tuaj përcakton atë që ju merrni. Pra nëse ju keni mungesë financiare, do thotë që ka diçka aty që ju mendoni që sjellni të vlefshëm për këto para. Apo shumë të tjera si kjo. Dhe ju mund të përdorni shumë bukur afirmime. Unë kam përgatitur afirmime, nëse dëshironi mund të më kontaktoni në email që t'ju ndihmoj në lidhje me rastin tuaj specifik, nëse ndjeni të arsyeshme, por edhe vetë ju mund të përdorni afirmime nga më të ndryshme se si ju mund të çliroheni nga këto pengesa që mund t'i keni vendosur vetes pa e kuptuar, dhe të mund të merrni këto të ardhura që ju e dini që i meritoni fundja. Në lidhje me akrepin, kjo hënë e re është në shenjën tuaj. Dhe kjo tregon që ju po kaloni në një nivel të ri, apo një personalitet të ri të vetes, dhe po bëni një version i ri vetes suaj. Me ju lidhet vizioni i fluturës tani që po e dëgjoj që ju jeni duke përjetuar këtë lloj transformimi, që ndoshta ka ende edhe pak kohë derisa ju të dini si kjo flutur, por këto energji po ju ndihmojnë dhe ju keni gjithë suportin që ju duhet, mos mendoni që jeni vetëm. Nëse ju duket sikur jeni vetëm, jam këtu për ju që t'ju ndihmoj. Gjithsesi, ky është një transformim shumë i bukur, që në fund ju nuk do të njihni as veten tuaj dhe ndoshta të tjerë nuk do t'ju njohin ju, sepse nga një larv po bëni një flutur e bukur, dhe do të keni mundësi që të keni ndoshta talente të reja si flutura që tani më fluturon. Ju mund të keni mënyra të reja si navigoni jetën, si bëni të ardhura, të keni dëshira të reja për karrierë, për një profesion të ri, sepse duke ndryshuar ju, ndryshon gjithçka, një look i ri, veshje të reja, stil i ri, për shembull, se si ju mund të jo vetëm të visheni, por të flisni, të bani flokët, të kujdeseni për veten, të keni rituale të ndryshme, dieta juaj mund të ndryshojë, e shumë të tjera si këto. Se ndjeni që ky mesazh rezonon me ju, nëse keni dhimbje të ndryshme, për shembull kyçesh apo ndjeni të lodhur, kjo do thotë që ky transformim është edhe energjetik dhe thjesht mundoni të qetësoheni pakës, jo ta sforconi veten shumë, sepse është një transformim që po ndodh edhe në nivele energjetike, që ju do të jeni nuk do të njiheni pra, sepse edhe energjia flet shumë, shpeshherë nëse kuptojmë, por kur takojmë individ të ndryshëm, shpeshherë energjia është ajo që flet më shumë nga të gjitha, pra aurat tona takohen dhe shkëmbejnë informacion me njëra tjetrën. Disa e kuptojnë, disa nuk e kuptojnë, por kjo është vërtet shumë valide dhe shumë e rëndësishme në fakt, në momentin që ne
takojmë edhe njerëz të rinj, pra ne mund të kuptojmë me intuit botën e tyre apo çfarë individësh janë, qëllimet e tyre. Por kjo pastaj është me kohë, sepse ndoshta jo të gjithë e bëjnë dot menjëherë. Lidhje me shoqëtarin është koha që ju të qëndroni pakës dhe të pushoni. Kjo më duket e çuditshme, por që të pushoni sepse një mesazh dhe një ide do të vijë në këtë moment pushimi. Dhe ajo që po shoh është kjo shigjeta që të rishet mbrapsht vetëm që të shkoj përpara me shpejtësi të plotë. Dhe në moment që ju jeni këtu mbrapa duke pushuar në energjinë tuaj femërore, do të vijë një ide se ku ju do të shkoni. Dhe ju ndoshta mund të ndryshoni komplet drejtim, por do të gjeni drejtimin e dur, kjo është e sigurt. Britsjapin, ju mund të jeni duke planifikuar të ardhmen tuaj. Ndoshta po planifikoni shtëpinë tuaj të ëndrave, po planifikoni si do të jetë jeta juaj. Për shumë për jush jam duke ndjerë që mund të jeni për shembull single, si të thuash, dhe po mendoni që të keni një partner apo partnere, apo ndoshta jeni në një marrëdhënie, por po mendoni ta çoni në nivelin tjetër dhe po planifikoni të ardhmen tuaj në lidhje me shtëpinë që do të keni, dhe nëse jeni duke e bërë, ndoshta kjo është një energji që duhet filloni ta bëni në këtë hënë të re, sepse energjia ju suporton. Dhe kujt dihet, ndoshta papritur mund të gjeni këtë shtëpi që është meç i vizionit që ju keni parë, pra është eksaktësisht ajo që ju kërkoni, dhe të jetë mundësia juaj e artë për ta patur këtë lloj shtëpie. Lidhje me ujorin. Për ju ajo që ndjej është që të jeni autentik dhe të jeni të sinqert dhe të jeni të ndershëm me punën që bëni. Sepse ndjej që mund t'ju ofrohet një lloj oferte pune apo një bashkëpunim apo për shembull një rritje në detyrë, që është diçka e mirë në pamjen e parë, por me diçka nga mbrapa që mund të kërkojë të bëni një sakrificë, të bëni keq ndaj një pale për të fituar ju, apo diçka e tillë. Pra, kjo është ajo që po ndjej, që mund të jetë diçka që ose ju thjesht ju cënon integritetin tuaj dhe vlerat tuaja morale. Është diçka që është jashtë karakterit tuaj dhe që ju nuk e bëni dot, dhe kërkon që ju të sakrifikoni për të patur për shembull më shumë të ardhura. Sakrificat janë një gjë e mirë ndoshta ndonjëherë, që ju të bëni një version më i mirë vetes, ne sakrifikojmë disa gjëra, sigurisht. Por në këtë rast unë ndjej që kjo sakrificë nuk ka vlen, sepse integriteti juaj, paqja juaj e brendshme, emocionale, mendore, shpirtërore, sinqeriteti dhe autenticiteti juaj janë më të rëndësishme se çdo shumë monetare që ju mund t'ju ofrohet. Sepse fundja, të gjitha këto do të vlerësohen një ditë. Dhe kjo mund të kërkoj pakës, prandaj njerëzit shpeshherë tentojnë rrugën më të shkurtër, sepse ndoshta nuk janë të duruar të presin. Por ju do të fitoni me autenticitetin tuaj, me sinqeritetin tuaj, me vlerat tuaja morale. Dhe ndoshta keni një pozicion të lartë përsëri, por që nuk cënon moralin tuaj. Dhe në lidhje me peshqit, ju kërkohet që të jeni pakës më shumë të duruar. Sepse ndjej që ju jeni të paduruar me diçka dhe dëshironi, është si kjo që ne edhe folëm lidhje me ujorin që mund të ndërlidhet, që dëshironi rezultate të shpejta, dëshironi shpërblim të shpejt, dëshironi që kjo gjë që ju po bëni të shpërblet sa më shpejt jetë e mundur dhe të merrni mbrapsht atë që po ofroni. Por ndonjëherë të duruar shpërblen më shumë. Dhe ndoshta ju është destinuar një shpërblim shumë herë më i madh për ju. Ju mund të merrni këtë që keni tani, por pse të mos duroni pak dhe të merrni diçka më të mirë? Kjo është ideja që ndoshta ju kërkohet që të jeni pakës më të duruar. Le të kalojmë tani më tek ritualet. Si fillim ju mund të ndisni një qeri të bardhë. Kjo është ajo që po ndjej, nëse ju preferoni, nëse keni mundësi. Dhe gjithashtu, diçka që mund të bëni është që mund të shihet si ritual të krijoni një pikturë dhe të integroni së bashku pjesën e energjisë femërore, pra të uleni dhe të mendoni çfarë do të bëni. Të mundoheni që të futeni te kjo bota femërore, kreative, që të shihni ndoshta vizione apo thjesht të keni një ide të qartë se çfarë të pikturoni. Po marrim rastin e pikturës, po mund të jetë çdo gjë. Kjo është pra energjia femërore, dhe të qëndroni në këtë relaksin tuaj, që të jeni të hapur ndaj këtyre ideve. Dhe në aspektin mashkullor, të filloni ta hidhni në letër. Ndoshta mund të kërkoj 2-3 ditë, ndoshta mund ta bëni brenda ditës. Por këtu është një ndërthurje shumë e bukur e energjisë femërore dhe mashkullore që
Është një ritual shumë i bukur që mund të kryhet dhe mund t'ju ndihmojë në lidhje me këtë aspekt nëse ju hasni vështirësi që t'i integroni të dyja bashkë. Në lidhje me ritualet e ujit që janë shumë të rëndësishme, njërin e përmenda pakës, pra që ishte që ju të karikoni ujin me kodet që ju dëshironi. Për shembull, t'i thoni ujit që je i bukur dhe ju do të merrni po një atë kode, apo je i shëndetshëm, apo thjesht ta mendoni si në mendjen tuaj që ky ujë po merr kode çrruese të hënës që do të shërojnë X problem specifik që unë kam në trupin tim, dhimbje specifike apo problem shëndetësor, emocional, dhe ky ujë po më ndihmon që të largoj toksinat nga trupi im, të pastrohem tërësisht, të jem i çliruar nga bllokimet emocionale, apo ky ujë po më ndihmon që të jem më i hapur ndaj mundësive, ndaj ideve, ndaj ndihmës, ndaj dashurisë, ndaj përkujtesjes që ne folëm. Nga ana tjetër, dushi sigurisht është dorë me një shumë i vërtet një ritual shumë i bukur që unë e performoj sa herë që ka hënë të plot apo hënë të re dhe vërtet punon shumë bukur. Madje mund të shikoj shpeshherë vizione në gjatë dushit tim, të cilat kanë mesazhe të fuqishme dhe këtë mund ta bëni dhe ju sigurisht. Mund të bëni një dush me vajra esenciale, nëse ju keni, apo me aroma të ndryshme. Përdorni kreativitetin tuaj për ta bërë sa më të bukur të jetë e mundur, që edhe syri juaj ta pëlqejë, por për më tepër të ndjeni mirë. Kjo është më e rëndësishmja. Ritual tjetër shumë i bukur është që ju të shkruani. Të jeni mirënjohës, rituali i mirënjohjes dhe rituali i të shkruarit të emocioneve. Dhe rituali jo vetëm të vizualizoni ku doni të jeni, realitetin tuaj perfekt, por ta shkruani, ta pikturoni diçka që ju doni të keni, të pikturoni shtëpinë tuaj, të pikturoni nëse juve mendoni se mund ta pikturoni si duhet shtëpi, jo të gjithë jemi për arkitekt, atëherë ju mund të merrni një foto në internet që ngjason me shtëpinë tuaj. Nëse keni aftësi për shembull Photoshopi apo të programeve të tjera, mund ta transformoni në mënyrën se si ju doni. Nëse nuk i keni, mjafton që thjesht të keni një shtëpi që ju duket si ajo që ju doni të keni. Dhe ta vizualizoni veten aty, si do të doni që të ishte, e të tjerë. Dhe mund ta printoni, ta keni, ta vendosni diku në mur, ta shikoni shpeshherë, kjo ju ndihmon shumë. Këto janë gjithçka që kam menduar të ndaj me ju. Jam shumë e lumtur që jeni deri këtu në këtë pjesë të videos dhe për të gjithë ju që e dëgjuat cilën prej pjesëve apo thjesht aq sa ju nevojitej. Jam e lumtur që jeni këtu dhe tani që jemi pjesë e këtij komuniteti që për mua do të thotë shumë. Shumë faleminderit për komentet e për zemërta, shumë faleminderit që më shkruani në email. Jam e lumtur t'ju ndihmoj dhe do doja të dija nëse ju ktheheni dhe pas hënës së re apo gjatë kësaj periudhe se si vërtet ka ndikuar tek ju kjo hënë e re, a rezonuan këto mesazhe me ju apo jo? Dhe përse jo të komentoni eksperjencat tuaja, me hapur t'ju ndihmoj në komente. Shumë faleminderit, shihemi në video tjetër, mirupafshim.